Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut Shkodër në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj kanë gjetur të kultivuara dhe kanë zgjesuar 2936 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Konkretisht, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territorin e njësive administrative Shalë dhe Shosh dhe zgjesuan 1792 bimë të dyshuara narkotike. Në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për inxhinierin e pyjeve, shtetasin AM për shpërdorim detyre dhe për mos kallëzim krimi, rojen e zonave të mbrojtura, shtetasin LA për shpërdorim detyre, kryeplakun e fshatit Lota i shtetasin LM për shpërdorim detyre, kryeplakun e fshatit Abat, shtetasin MM për shpërdorim detyre. Shërbimet e komisariatit të policisë Malësi e Madhe gjetën në territorin e njësive administrative Shkrel dhe Kastrat dhe zgjesuan 824 bimë të dyshuara narkotike. Shërbimet e stacionit të policisë Fusharrës gjetën në territorin e njësisë administrative Qafmal dhe zgjesuan 320 bimë të dyshuara narkotike. Vion puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit. Operacioni antikanabis i koduar koordinata vion.